Qindra nxënës kanë punuar bashkërisht duke pikturuar e vizatuar para se punimet e tyre të ekspozoheshin sot në sallën e sportit të shkollës Gjon Serreqi në Ferizaj. Ata talentin e tyre artistike kanë shkrirë në udhëheqjen e mësimdhënëses dhe artistes Laura Siner Brahimi, e cila bashkë me semi-maturantët kanë realizuar ekspozitën vepër për vepër. Dhe vetë nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit kanë blerë punimet me qëllim që mjetet u jepën fëmijëve me nevoja të veçanta në ditën botërore të autizmit. Kam qenë i përfshim, kom bo 2 vizatime, Vetë mësimdhënësja Siner Brahimi ka thënë se me këtë projekt është synuar gjithë përfshirja e nxënësve dhe fëmijëve, pavarësisht sfidave me të cilat përballen disa prej tyre. Fiksisht e veçanta e artit, se përmes artit njeriu edukohet me qenë vetë humanitar, me pas anën emocionale, që me lidh me jetën sociale dhe të menduarit ndryshe. Shkolla jonë fatmirësisht ka një numër të madh nxënësav, secili prej tyre ka një bodë veçantë. Unë ndjena mirë që më shumë se 210 nxënësa i kanë edhe më shumë se 210 punime prezent këto. Dëshira ka qenë aq e madhe se shkolla jonë e posedon edhe një numër të madh nxënësav që janë me nevojë të veçantë. Kushtet janë shumë nivelet jo duhur, nuk e kanë as nivelin elementar për me arrit qëllimet e tyre. Kur njeriu mendon për vete, normal që mendon edhe për të tjerat. Unë jam ndjej mirë që mosha e klasëve të nënta, 13-14 vjeç, mendojnë me qëtë pasionin që përmes artit mi vëdësu të tjerat, që me dhurudh vepër edhe mi plotësu nevojën ose s'paku një buzëqeshje. Sloganit merr një vepër, lën një vepër janë përgjigjur dhe vetë mësimdhënësit e shkollës dhe familjarët e tyre. Në fakt, aktivitetet tilla me nxënës, edhe sikurasi që është sot, është shumë të rëndësishme edhe për nxënës, por edhe për komunitetin në përgjithësi, e sidomos për temën që për sot janë angazhuar nxënësat. Organizatorja ka thënë se është ndarë e kënaqur me reagimin pozitiv të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve e qytetarëve që janë përgjigjur thirrjes për ndihmë.